Zuliha Miloti, aktoria e njëmi roleve, kështu u titullua dokumentari kushtuar jetës dhe karrierës së një prej ikonave më të mëdha të skenës shqiptare, i cili u shfaq në kineman e qytetit të Shkodrës. Me skenar të Klodiana Shpendit dhe regji të Arjan Çuliq, dokumentari përcolli emocione të forta më shumë se 65 vite të jetës dhe arti të mjeshtres së madhe. Miqt dhe kolegët e Milotit ndan kujtime të shumta gjatë rrugës së përbashkët artistike. Një jetë tonë kam punu me dhe, një jetë tonë. Është aktore e madhe, humorit, kam pas fatin që kam pas partnere mi 35 vjetë, dhe pas partnere Zuliha Milotin, është si një azmatik që ka bombën e oksigenit këtu, aja është i bombën. Edhe ka kënë shumë aktore e madhe, edhe i ka kushtu jetën. Unë mendoj që kam frikë sa është pak një seri, e du të me kenë një dokumentar me shumë seri. Për me folë për Zylin, dhe me thanë, vetëm unë mundë me bëj seri. Imagina se sa partner ka pasaja në jetën e vetë, sa artista, sa filma, sa aja thot i mi, skeqe, po unë mendoj që ka ba ndoshta 2000, sepse në çdo premier kam prit me ba 10. Zyli është një dhe nuk mund të bëhen, është mretnesha jonë, po asë një diskotim. Mirë po tanë filozofia është se duhet edhe me i përkra paksa njerëzit e tjerë, artistat e tjerë, për me mrit deri te Zyli. Zyli ka mrit vetë, dikush tjetër ka nevojë më përkra. Është kënaqësi që jemi sot në Shkodër, në një event tepër të rëndësishëm për një aktore të shkëlqyer që ka lënë vlera në artin shqiptar, për Zuliha Milotin, shkodranën e famshme, artisten e skenës edhe të ekranit, që me artin e saj ka bërë me të vërtet të kënaqen gjitha spektatorët të shqiptar, të qeshin, të kënaqen, të dorëtorkasin për artin e saj të mrekullueshëm. Ajo padyshim është e pakrahasueshme dhe është kënaqësi që ne e kemi akoma dhe që të marrë pjesë në skenë edhe në ekranin shqiptar. Të bësh dokumentar për Zuliha Milotin, një aktore me përmasat të mëdha, është ner i madh për mu, por është edhe një detyrim dhe një përgjegjësi e madhe. Do thosh përgjegjësi e madhe sepse ajo është për dhënë dimensionet e saj është jo e lehtë. Jo e lehtë sepse unë i di mirë çdo thotë që të shpalosësh në një orë gjithë karrierën e 65 viteve të një aktore. Janë aktorë që vinë një herë në 100 vjet. Ikona e humorit, Zuliha Miloti mes emocionesh, tha se publiku ka qenë frymëzim për të. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në ndërim të figurës time artistike. Ju keni qenë edhe jeni përsëri frymëzimi jonë. Jeni shpirti jonë, jeni zemra jonë. Ju falenderit shumë, shumë falenderit për ju. Jeni lodhë, jeni mundu, por keni punu shumë bukur. Ky dokumentar është një vulë e denjë për jetën, veprën dhe trashëgiminë e Zuliha Milotit, një figurë që nuk i përket vetëm së kaluarës, por që vazhdon të frymëzojë brezat të tërë me kontributin e saj në art dhe kulturë.